ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa ta'ala. Atë falenderojmë për ti falë dhe udhëzime, kërkojmë salavat dhe selamet për shëndetit më të mira mbi të dërguarin më të mirë, bi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, bi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe të pastër dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, po e fillojmë gradualisht 10-in e fundit, duke lënë pas 2/3 të Ramazanit, me lutjet e Allahu subhanahu wa taala që Allahu të ketë pranuar prej neve këtë pjesë të kaluar të Ramazanit, e pjesën më të mirë të Ramazanit Allahu të na mundson me mbush me vepra të mira, me dua, me lutje, me lexim të Kur'anit, me gjithçka që e kënaq Allahu subhanahu wa taala. Do të vazhdojmë me izën e Zotit xhelel xhelalu në rrëfimin dhe jetëshkrimin e Ibrahimit alayhi salatu wassalam, ku Ibrahimi alayhi salatu wassalam në bazë të rrëfimeve kuranore dhe rrëfimeve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, pasi i mbush dikon 80 e diçka vite, dikon transmetimin 90 e diçka, transmetime tjera 100 vite, e lën Irakun edhe shkon në Palestinë. Prej Palestinë shkon në Egjipt dhe prej në Egjipt kthehet në Palestinë. Pastaj e merr Haxherin dhe Haxheri angelës shtatzane me Ismailin alayhi salatu wassalam, dhe e pam transmetimin Ibn Abbasit dhe Sahih Buhari se si e rrëfimin e plot të Ismailit me Haxherin në anën e vet, se si Ibrahim alayhi salatu wassalam i vendos gruajin e vet Haxherin bashkë me Ismailin në shkretirën e gadishullit arabik, ku aty është edhe qabja e Allahut subhanahu wa taala. Pasi që i lën në shkretir dhe pasi që Haxheri me kërkimin e saj në kodrën Safa edhe Marwa, Allahu subhanahu wa taala cakton Jibrailin alayhi salatu wassalam që të shpërthen një bunar prej ujit të bereqetshëm dhe të mirë, i cili quhet Zemzem, uji Zemzem. Po am rrëfimin në ligjëratën e kaluar. Te rrëfimi Ibn Abbasit se çfarë ka ndodhur me jetën e Haxherit dhe Ismailit alayhi salatu wassalam dhe ndërtimi i Qabës, kemi mësime të shumta. Mirë, po sot ndalemi me lein Allahu te bareke ve teala me moshën e vogël të Ismailit alayhi salatu wassalam, se si Allahu xhelel xhelal në surën Safat e përshkruan një sprov gjithashtu të Ibrahimit, një ashtu edhe të Ismailit alayhi salatu wassalam. Kur i bën 7 vite Ismail alayhi salatu wassalam, transmetim tjetër 13 nuk është definuar në Kur'an, përveç se Kur'ani ka definuar falamma balagha ma'ahu as-sa'i, kur ka fillu me ec, kur ka fillu me dit, kur ka fillu me bë adhurim, sikur që kanë ardhur transmetimin nga dietarët e muslimanëve. Pra kur është rrit pak Ismail alayhi salatu wassalam, Zoti e sprovon Ibrahimin prap me ta. Çuçi e sprovon? Pra kur i ban dikun 13 vite, edhe fillon me dit, edhe fillon zemra Ibrahimit alayhi salatu wassalam shumë me e dasht Ismailin, dhe çfarë tha Ibn Abbasi, fisi Jurhum që ka ardhur në Qabe, pra në vendin e Qabës, në Mekke, e ka nda shumë Ismailin, pin zvoglim, se ka qenë shumë djali but. Andaj Allahu gjitha thot, febeshernahu bi ghulamin halim, ja kemi dhanë një djal shumë të but. E vladi është i dashur për nga natyra dhe me kanë i prapt, i egrë, po para mëna me kanë i but, e do hala ma tepër. Apo, dhe mon, sa ma shumë që është i but, sa ma shumë që të rigati si prind, ti e donë edhe ma tepër. Andaj edhe fisi Jurhum e donë të shumë, dhe Ibrahim alayhi salatu wassalam e donë të shumë. Mirë po, çfarë? Për shkak të manovrës me 2 gratë veta, njërin e mante në Palestinë e njërin e mante në Qabe, që mos të krijoje konflikte. Një herazi Allahu xhelel xhelalu kishte dëshiruar që Ismail alayhi salatu wassalam të vendoset në Qabe, që prej aty pastaj të nis edhe zanafilla e arabëve, nga i fundi i tyre të vjen Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Këtë rrëfim na e përshkruan Allahu në Kur'an, se si e sprovon Zoti xhelel xhelalu sprov pas sprove Ibrahimin alayhi salatu wassalam, tani do ta sprovon në evlad. A e mani men të ndërum gjumot, gjithë të ciklete ka pas me popullin e vet, zjarri, ikja, baba, problemet, shteti, nëmrudi, dëbimi, kërsnimi, me vrasje, e kështu me radhë. Dhe tani lirohet pikit kësajna, a përfundon
A përfundon, a heqet, a mbyllët perdja? Jo, vazhdon sprova. Për këtë arsye besimtari duhet me ditë se pas çdo epizode, pas çdo stacioni që e kalon në këtë jetë, ka stacione tjera. Ti ka mundësi me u liru pikita sprovave të jashtme, pastaj vjen sprova e brendshme. Andaj Ibrahim a.s. u liru pi Nemrudit. Tash duhet Allahu subhanahu wa taala mja pastru disa prej zemrave, me copave të zemrës, të cilat ja merr pak Ismail a.s. Është natyrshme me dashë vladin, por Ibrahim a.s. ka status të Zotit, ka pozitë. Andaj për shkak kësaj pozite, Allahu xhele xhelaluhu çfarë ban? E sprovon që t'ja pastrojë zemrën. Përcjellën me surën Safat, kush do me përcjell me Kur'an, thot Allahu te bareke ve teala në ajetin 83, thot Allahu xhele xhelaluhu: "Wa inna min shi'atihi la Ibrahim, idh ja'a rabbahu biqalbin salim." Për atyre të cilat Allahu subhanahu wa taala i ka shpëtuar te Nuhi alayhi salatu wassalam, thot Allahu xhele xhelaluhu, për tyre është edhe Ibrahimi. Për tyre është edhe Ibrahimi, idh ja'a rabbahu, kur i ardh Zoti vet bi qalbin salim, me zemër të pastër. Shiko këtë përshkrim të ndërum xhamat. Sa të thjesht, sa të madh. Ardh te Zoti me zemër të pastër. Këtu me zemër të pastër mundesh me fol me ditë të tëra, me net të tëra. Çka është zemra e pastër? Si cilësohet zemra e pastër? Por Allahu ja shkurt ka kallëzuar. Për një njeri të mirë, idh ja'a rabbuhu bi qalbin salim. Zemrën e ka të mirë, ky njeri u kry. Domethënë, përshkrimi më i shkurt, më gjithë përfshirës. A ka se që ka çish e ka përshkruar Allahu Ibrahimin? Ka thënë, ka ardhur te Zoti me zemër të pastër. Ka ardhur me zemër të pastër. Kjo e përshkruan dorën e tij, kamën e tij, trurin e tij, shpirtin e tij, mendjen e tij. Kreti përshkruan kjo pse? Se bazën, thelbën e ka të pastër, zemrën e ka të mirë. Allah i bëj zemrat tona të mira ya rabbal alamin. Thot Allahu xhela xhelalu: "Idh qala li abihi wa qaumihi madha ta'buduna a ifkan alihatan dun Allahi turidun." Këto pjesë kemi kaluar kur i tha babës vet, çfarë po adhuroni? A adhuroni shpifje dhe iluzione të kota përveç Allahut te bareke ve teala? Fa ma dhannukum bi rabbil alamin? Çfarë mendoni për Zotin e botrave? Fa nadhara nadratan fi an-nujumi fa qala inni saqim. Ka shikuar ka yjet dhe ka thënë unë jam i sëmur, kur e kanë thënë me shkuën në manifestimin e tyre. Pastaj ka thënë fatawallu anhu mudbirin faragha ila aliyatihim faqala ala ta'kulun. Pastaj ka shfrytzuar momentin, ka shkuar te putat e tyre, edhe ju ka thënë a nuk hani buk? Pastaj ka thënë malakum la tantiqun, pse s'fletni? Ju ka fol e pam këtë mesele. Fa Allahu ja faragha alehim darban bil yamin, i ka godit ata me të djathtën e vet. Fa aqbalu ilayhi yazifun qala ata'buduna ma tanhitun. Pastaj kanë ardhur tek ai duke vrapuar se ja ka thënë putat, ju ka thënë ata'buduna ma tanhitun, a i adhuroni ato çka me dur të juve i vizatoni? A i adhuroni ato çka veti vizatoni? Pra e vizatoni Zotin, pastaj e adhuroni. Thot Allahu xhelalu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ibrahim a.s. ka thënë, Allahu ju ka krijuar edhe ato çka ju i vizatoni. Allahu kitën krijesat e Zotit xhel xhelalu. Qalu bunu lahu bunyanan fa alquhu fil jahim. Kan thënë ata, pasi ju ka thënë Ibrahim a.s. Allahu ju ka krijuar juve edhe veprat e juve. Pastaj thotë, ndërtojani një zjarr të madh, një xhehenem gjune aty. Thot Allahu xhel xhelalu fa aradu bihi kaydan faj'alnahum al-asfalin. Ato i bën kurth Ibrahimit e në imposhtëm dhe i bën njerëzit më të ligë në botë. Kush do të lexon këtë ngjarje, sa i merr inati këta njerëz. Po kështu është historia të ndërum xhamat. Ruju kur ta lexojë dikush në fund historinë. Ruju kur dikush do ta lexojë në fund historinë. Çish ka me ta lexu fundin, ti je çaj. Atash derisa i e gjallë, mundesh me manovruar. Mundesh me ushit, mundesh me rrejt, mundesh me gënje, mundesh me përdor forcën, mundesh me përdor krimin, mundesh me përdor pushtetin, mundesh me përdor qeverin, mundesh me përdor lloj mashtrimi për të kallëzuar se ti je i mirë, e ti i devotshëm, por në fund ka thënë pejgamberi alayhis salam, innamal a'malu bil khawatim. Vula i vnohet në fund. Shiko, këto kanë menu që kitë mirë, su në banë kërkush kërgjo. Ama tash ti kur ti lexon këtu çka thot Allahu xha, dhe ne e bëm që gjithmonë ata me kanë të ligë. Kur ti lexon në Firaunin Kur'an, çish e duket? Ti thon mallkimi Zotit qoftë mbi këta. Po këtë arsye është me rëndësi çish ka më të lexu dikush kapitullin, letrën e fundit të historisë. Allah e bëftë që filetat e fundit të jetës tonë të jenë më të mira ya rabbal alamin. Thot Allahu xha në vazhdim, thot wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Tha unë po ju praktisë juve, po ju la juve, po shkoj të Zoti jam, dhe e le Irakin, shkon Palestinë.
pi Palestinë, në Egjipt, pi Egjiptit, të jetë Palestinë, martohet me Haxherin, ja jep Sara Haxherin, mbetet stazon, e merr, e dërgon në Qabe, në gadishin arabik, dhe rritet Ismaili. Këtu Kur'ani shumë sure e shkurton procedurën, sepse na tregon vetë çka më rëndësi. Çka thot Allahu xhela xhelalu? Thot Rabbi habli min as-salihin. I ka thënë, o Zot, më çoj vlat të hajrit. Tash nevoja se unë ika pi vendit tem, e lash Irakin, e lash edhe Egjiptin. E këtu pe e la e vladin tem me grujen teme vet. Habli min as-salihin, më dërgo e vlad, jo çdo e vlad, salihin, të mirë. Apo sikur Zakaria alayhis salatu wassalam, çka i tha Zotit vet xhelel xhelaluhu? Rabbi la tadhurni farda wa anta khairul warithin. Tha valla mos më le vet. Çoma ni e vlad ta kem. Çfarë vladi? Walija, evlia e du. Miktanin, jo si cilin, jo çdo lloj evladi. Çka tha Ibrahim alayhis salatu wassalam? O Zot, ma jap një dhurat evlad, ama ky evlad jetë min as-salihin. Për njerëz të mirë, jo çdo lloj evladi. Fabashsharnahu bi ghulamin halim. Thot Allahu xhelel xhelalu, ne ju përgjigjem Ibrahimit më një herë, e përgëzuam me një evlat të butë. Të butë. Te Ismaili ka ardh i butë, te Ishaki ka ardh alim, i dishëm. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është cilësuar me butësi të madhe, sepse babgjyshi i vet Ismaili ka qenë çfarë? Ka qenë i butë shumë, i përshkruan Kur'an me butësi të madhe. E ka pas ilmin, ama butësia e tij ka qenë e madhe. Butësia e tij ka qenë shumë e madhe. Thot Allahu te bareke ve teala, fabashsharnahu bi ghulamin halim, ja dërguam një djalë shumë të butë. Tani vjen sprova. Kur i bën 7 vite apo në transmetim tjetër 13 vite, falamma balagha ma'ahu as-sa'i. Kur ka mrije me ta kush? Sa'i. Ka thënë dietarët, çka është sa'i? Sa'i është kur kënis me hec, me vrapue, me më kanë shërbim, domethënë të familjes. Ka ditë, ka dalluar, i ka ditë gjërat, e ka ditë se ka obligime ndaj prindit, ndaj nanës e kështu me radhë. Pra, ka ardhur disa transmetime. Transmetim tjetër ka ardhur, falamma balagha ma'ahu as-sa'i, kur ka nisë çfarë? Mu fal, mu lut, mi bë adhurimet. Pra ka qenë i dishëm. Megjithëse Allahu subhanahu wa taala djem të pejgamberëve që përgatiten për pejgamber, ata shumë më shpejt rritën. Ata shumë më shpejt zhvillohen. Ata pin zvoglim i din gjëra çka ndoshta dikush 70 vjet i marrësh. Se Allahu i bën pejgamber ato. Ata i mëson shpejt. Thot Allahu te bareke ve teala, falamma balagha ma'ahu as-sa'i qala ya bunayya. Kur ka mrije në moshën e pjekurisë, domethënë mesatare, jo i madh, o i vogël, qala ya bunayya. I tha Allahu subhanahu wa taala Ibrahim, thot Allahu subhanahu wa taala për Ibrahimin alayhis salatu wassalam, i thot o biri jam, ya bunayya. Dhe në gjuhën arabe i thon ja ibni, o birim. Po ke ka përdor Ibrahim alayhis salam me të përkthjelën pak më të madhe. O voglushi jem. Se sprova e madhe që kam i thënë tash. Qale ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk. Fanzur madha tara. Qale ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin. Tani të ndërum xhamat ka një polemik sa për transparencë. Domthonë ka përmend Imam al-Baghawiu se kush është ky djali që e kanë therr. A është Ismaili? A është Ishaku? Apo shumica e ulemave thonë që ky është Ismaili alayhis salatu wassalam. Pse është polemika? Polemika normal se polemika ka ardhur prej izraeliatëve, prej idhtarëve të librit, konkretisht jehudive, sepse ata kanë futur një lloj transmetimi se ky është Ishaki e nuk është Ismaili, që vlera t'i shkon sepse të gjithë pejgamberët përveç Ismailit edhe Muhamedit alayhis salatu wassalam këtë janë për Ishakit. Domethënë këtë pejgamber të bitë Israilit janë prej Ishakut, përveç Ismailit dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj transmetime të ndryshme, thot Imam Baghawiu, thot ulemat e muslimanëve kanë diskutuar se cili është ky evlad Ibrahimit alayhis salatu wassalam, të cilin është urdhëruar dhe e ka pa në ëndër se po e therr. A është ai Ismaili, sikur që është ky mendimi i shumicës ulemave,
apo është Ishaku, që është një mendim i disa prej ulemave të muslimanëve. Pse kanë diskutuar në ndërrum xhamat se Kur'ani nuk përmend emra? Kur'ani nuk përmend emra, dhe kur s'ka emra, është lehtë për tu përvetësu. Dhe kjo është një manovër që përdoren shumë për njerëzve në Kur'an. Dhe sot ndodh. Për shembull, ç'ish ndodh? Kur'ani nuk përmend emra të ndërrum xhamat. Përmend ata që kanë besuar, ata të devotshmit, ata që japin zakat, ata që në të lit, kanë tjetër të këqit, ata që kanë mohuar, kriminalët, zullumqarët, gjenë në lit. Ç'ish ndodh manovra? Manovra ndodh se s'ka emër. Kur s'ka emër, ti janë në emrin vet. Për shembull, e lexon njëri për neve ajetet e xhenetit, edhe thot për mua të fol. Hajde ti thuj jo. Ti thu, tamam, se s'ka emër këtu. Dhe këto ti e zëvon. Thot besimtarët, Kurani thot besimtarët, thot për mua të thon, për neve, çto neve. Jo. A do të thotë Sheikhul Islam Utaimi rahimahullahu taala se keq përdorimi i ajeteve mutlaqan, çka është e pa emër, apo s'ka emër. Innal ladhina amanu wa amilus salihati, ata që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira, s'ka emër. E ti çka bën? Thu po, unë jam çiki. Çiki jam unë. Edhe për shembull, Allahu jai përmend kafirat. Apo walladhina kafaru wa kadhabu bi ayatina, ata që kanë mohuar dhe i kanë përgënjeshtruar ajetet tona, i fusim zjarr. Thotë që janë kushia janë. S'ka emër aty. E njëo që kushia. Dhe kjo manovër plot të njerëzve, apo kanë doja e fut të ajetet e xhenetit, kanë doja e fut të ajetet e xhenemit, kanë doja e fut të ajetet e imanit, kanë doja e fut të ajetet e nifakit, kanë doja e fut të ajetet e kufrit. Po kjo nuk shkon pa ilm. Por këtë arsye Ibn Abbas radhiyallahu anhu, djali i Axhës pejgamberit alayhis salam, çfarë ka thënë? Ka thënë polemika me Kur'anin e gjan. A çish e ngushton me sunet? Apo, por çemu, jo rastisht i ki gjen plot me njerëzve sot dalin, thot në Kur'an i kena gjetë veç 3 vakte. Se Kur'ani është i përgjithshëm. Apo, me çka e zë frymën? Me sunet. Apo, ti pas ke gjetë 3 vakte, ai shka i ka zbrit Kur'ani ka vol 5 vakte. Çish mundet kjo? Çish mundet ti gjetë të 3 vakte, a ti çka i ka zbrit libri Muhamedit alayhis salam, ai ka vol sabajin, ka vol drekën, ka vol ikindien, ka vol akshamin, ka vol yacien. Edhe vjen njëri thotë unë e kum studiu, ju keni gabu, dhe me shka mi u bajni lodh, ka 5 vakte keni fal, po s'ishin nga 5. Apo që si filozofa po na dalin në çdo ditë 3 javë. Po gjejnë diçka atë në Kur'an. Çka s'ka gjetë njerëzimi kur pe ulemave. Gjejnë këto, apo. Por këtë arsye të ndërum xhamat, më amen kjo është shumë me rëndësi, mos ja lejoni dikujna që juve tua konkretizon të përgjithshmet e Kur'anit. Kur thoje xhenet lit, valla sa tu fol për ti e ki. Ti nuk e ke, nuk ka të fol për ti. Kja të folë për qilësit e besimtarve, nuk ka të thamë për tije. As për dostat e tu, as për mahallën tane, as për qytetin tanë. A të folë për besimtarët. Dhe kjo ndodhë shpesh. Wa ma yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahum al-haq. Wa yattabi sabila ghayra al-mu'minin. Allahu xhallat kush i kundërshton pejgamberin alayhis salam dhe nuk e ndjek rrugën e besimtarëve. S'ka emra. Dhe sa për njëtë thot nuk e ndjek rrugën tonë. Jo, ato thonë rrugën e sahabeve. Ata janë besimtarët e parë, s'ka i përqin ajeti. Jo ty e muhe. Pra këtë asyjet të ndërru në gjuma, shiko. Për shkak se kur s'përmenet emri, mundësia e keqpërdorimit është e madhe. Kjo është temë vetveti. Mirë po këto që ta kuptoni pse kanë diskutu a Ismaili a Ishaki, se Kurani nuk e përmen me emër. Thot njanin djal e pa të e prej. Cili ke shumica ulemave janë që është Ismaili dhe s'ka muhabet që është Ismaili. Apo? Për shkak se përcjellën kush do me përcjell me surën Safat. Në surën Safat, ajeti 102. Masi krihet ngjarja e Ismailit e therrjes, pastaj thot Allahu te bareke ve teala wa bashirnahu bi Ishaq. Edhe ja dha mësane edhe Ishakin. Apo, mirë po, tash për transparencë, dietarët e muslimanëve kanë diskutuar në këtë meselë. Prej sahabeve që kanë thënë se është Ishaqi, janë disa prej sahabive që kanë thënë se i therruri është Ishaku. Prej tëre kush është? Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu, Aliu ibn Abi Talib, Ibn Mas'udi, Ibn Abbasi. Këto kanë thënë kush është? Ishaqi. Apo Ishaqi. Prej tabiinëve ka thënë Ka'b al-Ahbar, Sa'id ibn Jubairi, Qatada, Masruq, Ikrima, Ata ibn Abi Rabah, Muqatil, Zuhri, Suddi, edhe shumë të tjerë prej ulemave të muslimanëve. Çfarë kanë thënë ndërmjet? Të kanë thënë është i therruri Ishaqi. Ti kush thot po çish be ka thënë Ishaqi?
Po tha janë gjali pejgamber. Se na I këshin mi shpesher jehudi musliman. Jo, të sahabët të këshir a Ishaki gjali Ibrahimit, edhe Ismail gjali Ibrahimit. Pra a ka një thejrën Ismail, a ka një Ishaki, a I në vërshit për studimit se si I ka dalë studimi. Dhe të tjerë çfarë kanë thënë? Kanë thënë jo, është Ismaili. Dhe kjo shumica ulemave që kanë thënë është Ismaili. Për tyre është djali I Omerit. Pra baba ka pas mendimin se Ishaki, djali ka menduar që është Ismaili alayhi salatu wassalam. Dhe për tyre është Sa'id ibn Musayyibi, Sha'biu, Hasan al-Basriu, Mujahidi, Rabi ibn Anas, Muhammad ibn Ka'b al-Quradhi, al-Kalbiu, Ata ibn Rabah në transmetim tjetër, edhe gjithashtu edhe një transmetim tjetër nga Ibn Abbasi radhiyallahu an se I therruri është Ismaili alayhi salatu wassalam. Cili është Ismaili. Është Ismaili. Tani nuk do të him detale vëllezër për të argumentuar cilat janë bazat e këtyre që kanë thënë Ishaku, cilat janë bazat që kanë thënë këtyre që kanë Ismaili, se na nxjerr neve pi temës që janë na. Apo nëse na mundson Allahu xhan të njëherë të shprehim pse kanë menuar këtë që është Ishaki dhe çish e kanë argumentuar këtë që është Ismail alayhi salatu wassalam. Në një transmetim Omar ibn Abdul Azizi ka qenë një rabin I jehudive, edhe e ka pranuar Islamin. Edhe ka thirr Omar ibn Abdul Azizi rahimahullahu taala në pallatin e vet kur ka qenë kryetari muslimanëve për 2 vjet. Edhe I ka thënë kum thirr veç për një mesele, nuk duam të diskutojmë diçka tjetër. Ka thënë urdhro, ka thënë ti e kanë jehudi, je bo musliman. Dhe e shohni se je bo musliman I mirë. Na, ka thënë duam vetë një pyetje. Për nga ka dalë kjo që Ishaki është I therruri? Pse? Na këtë dim që është Ismaili. I ka thënë ju kanë pas xhelozi juve jehudit, se gjithmonë vlerat më të mëdha I kanë kon ka ju, ka arab. Ismaili, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, se Muhamedi alayhi salatu wasalam babjish e ka Ismailin. A çka e ka Ishakin? E ka si miq. Don babjishi vjen për kanalit të Ismailit alayhi salatu wasalam. Kënera është Ishaki, Jakubi, Israili, bitë e Israilit. Pra konfliktet këtu poshtë kur kanë mëri mes kusherive. Andaj ka thonë ju kanë xhelozuar juve, ka thonë dhe kanë gjetë diçka, edhe kanë shtuar që është Ishaki. Dhe pastaj ka qarkulluar te muslimanët. Dhe disa prej muslimanëve normale dhe me argumente të studiuara kanë menduar që është Ishaki. Mirë po argument, surja Safat është surja më e qartë, se I therruri është Ismaili. Argument se pasi sosët, vini re kësaj. Surja Safat, pasi krihet ngjarja e therrjes, henez përmendet Ishaki. Cilat janë dyshimet apo dilemat që kanë shkaktuar me mendu që Ishaki, se shumë ajete të tjera e vladi parë që ka përmendet Ishaki. Dhe kanë thënë masi përmendet këtu Ishaki I pari, sigurisht kanë aqaj I therruri. Kjo polemik për transparencë ilmit. Për ndryshe ne besojmë se ai për të cilin flet Allahu subhanahu wa taala se e ka pa në ëndër Ibrahim alayhis salam për ta thënë ka qenë domethënë baba I arabëve, babgjyshi Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, Ismaili I bir Ibrahimit alayhimus salatu wassalam. Tani të ndërrum xhamat ta përcjellim ngjarjen. Thot Allahu xhela xhelalu falamma balagha ma'ahu as-sa'i. Kur arriti, thot Allahu xhela xhelalu kur arriti me të sa'i. Çka është sa'i? Thot Imam Bagawiu rahimahullahu taala, thot sa'i është për qëllim këtu çfarë? Një lloj moshe kur I ka dallu xhorrat dhe ka ditë dhe do ta shohim si do të flet. Ismaili me atë moshë të vogël do të flet fjalë që I madhi s'e thot atë. I falma të umar. Nuk ka thënë prejëm, ka thënë zbatoj urdhën e Zotit. Zbatoj urdhën e Zotit. Tani përcjellë me Kur'an. Thot Allahu te bareke ve teala, qala ya bunayya. O djali jam, o biri jam, o voglushi jam, përkthehet në mënyra të ndryshme, qëllimi është përkthjelja. Bunayya është përkthjelje. Se I thonë ja ibni, o biri im, ma fort, ma qartë, ama kjo bunayya është si ja abeti. Shikoj ta shohim tani Ismail alayhis salam si do të flet. Ka thënë inni ara fil manam. Ka thënë po të shoh në ëndër. Po të shoh ëndër. Të ndërum gjëma, ka mujt mi ardhë në forma të ndryshme shpallja. Shpallja pejgamberëve ju vjen në forma ndryshme. I vjen Xhibraili drejt për drejt. Edhe I thot, o pejgamber, çështu. Apo I vjen në formë të lajmit.
zile, si pejgamberit alayhi salatu wassalam, shtypje e madhe, fishkëllim e madhe, kur të ndërpritet e din çka ja ka shpall Allahu subhanahu wa taala. Dhe ka forma të ndryshme të shpalljes. I ka ardhur në ëndër. I ka ardhur në ëndër, që sprova me mri kulmin. Që sprova me mri kulmin. Si e mrin kulmin? E para, ëndër jo rastisht ka ardhur disa transmetime se Ibrahim a.s. kur e ka pa natën e parë te prej e vladin, u ka trishtuar. Ka thonë, po kjo shpallje është. Ka thonë, ta shoh edhe një herë. Pse? E vlat, ta shoh edhe një herë, ka thonë. Prapë ka pa. Ka thonë, të më vërtetohet edhe një herë. Edhe ka pa për streti, edhe pastaj ka thirrë Ismail a.s. Kjo çka argumenton të në xhamat? Ja ka dërgu Allahu subhanahu wa taala formën e shpalljes më të lehtë të mundshme, jo më të fortën. Jo më të fortë. Më e forta cila Xhibrili alayhis salam me zbrit, edhe më thon, o Ibrahim, praje djalin. Ktu s'ka muhabet. Pa e ka pa ëndër. Ëndra, domethën ëndra hiç eleni dilem, apo edhe pse janë pejgamber, nuk ka si ëndra tona, hasha wa kella. Ama Ibrahim alayhis salatu wassalam kur e ka pa ëndër, dhe i ka thënë djalit vet, inni ara fil manam, që sprovat jetë edhe për mu, po edhe për ti, o Ismail. Edhe për ti. Para me në njani për shemë me arpi neve, me thanë, të kumë pa gjallë jam në ndër të prej. O bab, me rabdes, nuk kanë e mirë. Me rabdes, në shë i trishtu në i sen, apo, s'ki pagujt në i borç, të ka arës, dëni të timës, apo, rrimën se ki pagujt mirë. E kështë të më radhë, i e shqetësum dishka, jo, apet jam të pa. Apo, ki pa pikën do, të kumë pa. Qa me pa dhe që më ki pa, shko ma falë namaz që aty, rahatoju. Mirë, po këtë janë pengamber, të shko a i gare. E pse ka pon andër, kanë dhënë djetarët, që sprovat jetë, qëfar? Mi pasar Gjibraili, shko në prejme, shpallje. Ja kalon pak të pa qartë, qëfar? Që të qartësoj e ki me vepër. Por qemo, njani për neve, mi arë që ashtu dishka me vepruhe, edhe pse nasim kena pengamber, apo? Por qëfar thot? Po lebe andër, Allah, lebe beti laj sinjë të butën, s'jam mirë. Ibrahim a.s. a ka mujtë që shtu me manëvru me thonë, pun andre, si tjetë e sigurt në të vene dishka ma e qartë. Në të vene Gjibraili, unë në foli me Gjibrailin, unë foli me melek, në të vene meleku, jo. Ja kalon që këtë kanë, pse tjetë sprova pak ma e madhe. Kjo është e para. E dyta, që është sprova ma e madhe? Mi paston prej e djalin lajm, po, më kjo ma dopto. Kur e shetin andër te prej djalin, ti di herë ka prejaj. Një herë në andër, një herë në shgandër. Edhe me ni, edhe me pa nuk ka njësoj. Cëli për neve nuk tutët në andër kur atë rapi dikun. Edhe kur që otë, alhamdulillah, salash. Apo, kur e she vetën keq, ajo sprum vetë. Ibrahim a.s. e ka pa vetën te prej djalin e vetë. Aj para mena u ka emocionu edhe në andër. Pas taj e hnez për përzdytit du të muqu, edhe mi thonë djalit vetë du të me të prej edhe një herë. Se që kjo është ka e pas që këtë syret në andër, Allah të më thonë me bop në shgandër. Do me thonë sprova ka qenë dy fish. Që që ka në dy fish? Aje ka përjetu një herë thyrjen e shpirtit andër të e pa, djalin të e prej në andër, edhe u ka zhu, i shqetsum. Dhe pas taj ka thonë, po këtë du të me bop edhe shgandër. Këtë du të me bop edhe shgandër. Bane e sa kështu, ti me pa andër, të ra pini ndërtesë dhe 10 katë. Alhamdulillah, pështova. Para më në me pas obligim sa është me shku me kësi për një me. Qish, po që ati ku e ki po andrë, që ati pidhët ka, ki me shku ki me kësi në shgandër. Tash letja ankëthin shka e përjetove në andrë. Hajde tash me kësi për një me. Atu ka duk pak ma let, apo? Amo tash shgandër po më të ma Andaj, shiko si ka spruvu Allahu Gjeli Gjelalu. E ka përjetu në andrë shqetsimin, tash ki me përjetu edhe një herë në shgandër. E kupton se e ka spruvu Allahu Gjeli Vala Ibrahimin. Andaj thëtë Allahu Gjeli Gjelalu kale ja buneje, inni era fil menami enni edhbahuk. Ka thonë, o djali jam, unë jam të të pa andër, për më del në andër, unë e të të prej tije, me thik. Unë e të të prej andër me thik. Dhe kjo dhe zë ka qenë sprove madhe për Ibrahimin alayhi salatu wassalam. Pasaj i ka thënë djalit vet, fandhur madha tara. Sprove madhe të ndërum gjëmat. Ka mujtë forma ndryshme, por shembull ka mujtë me thënë, u kry shpallem ka ardhë. Nuk jam të të vetë tja pajtosh as pajtosh, du të me të prej.
Apo sikur që plot për neve e trajtojnë kështu, apo da. Çu bane. Ka dalë valla bane, se ki nuk i ka 3 vjet. Ki nuk i ka 3 vjet, ki ka 30, ki ka 14, ki ka 15. A duhet trajtim, duhet respekt, duhet nder. Çka i ka thënë? Fandhur madha tara. Këshire mirë, ti shka menon? Qysh pesha këtë punë ti? Të ndërrumë gjëvat, a ka hapësirë në shpallje me këshiraj? Jo, s'ka hapësirë në shpallje. A ka hapësirë në me thanë, Allahu gjëve ka thanë, falu, fandhur madha tara. Këshire ti shka pa menon? Jo beti, s'ki shka menon. Jo du të mu fare dhe pikë. Jo du të më agjeru, nuk mi thanë, agjero, fandhur madha tara. Po këshire ti, po të agjeru, tas po të agjeru. Jo për kemi agjeru, këtë ishë bilik, pa të të kemi agjeru, se ki farz. Po pse i tha fandhur madha tara? Se thikën në qaftanët të menue. Se thikën në qaftanët të menue. Kështë e para. Pra, ajo ku ka mu zbatue që ki urdhër profetik o shqafa jote, shpirti jote, që ti du të menue thikën. E para. E dyta, ka ardhë në kirajet tjetër, sikur që transmeton Imam Baghawiu nga Hamza edhe Kisaiju, se fjallën Allahu Gjellë Gjellalu në Kur'an, fandhur madha tara, e kanë lexue fandhur madha turi. Dhe kjo është urtësia e kirajeteve, ku e jep një kuptim tjetër. Dhe plot për muslimanë mendojnë se kirajeti jo është me zbukuru. Jo, kirajeti e ndron kuptimin. Fandhur madha tara, ka në transmetim Kisait, fandhur madha turi. E çka është fandhur madha turi? Ha? Pra, ti o Ibrahim, këshire mirë, ti o Ismail, këshire mirë çka kimi kallëzu Allahit. Turi është ti me shfaq diçka. Pra çka i ka thënë Ibrahimi në kirajetin ton Hafsan Asim, çka e lexojnë ana, çka i ka thënë këshire çka po menon. Në kirajetin e Hamzës edhe Kisait i ka thënë këshire çka po vepron, se çe Allahi. Këshire mirë çka kimi thënë Allahit. Këshire mirë çish kim se unë e di që është bare madhe kjo për tyje, por është pallje. Dush mu bind. Dush mu bind Allahu subhanahu wa taala. Kjo është e dyta. E treta që kanë dhënë dietar nga fandhur madha turi edhe tara, çka është? Ka dashur Ibrahim alayhis salam zbatimi i urdhrit nga ana e Ismailit mos tjetë veç ibadet për Ibrahimin, por tjetë ibadet edhe për Ismailin. Pro o djaljem, unë jam të sprovu me tyje, ti e të sprovu me mua. Unë jam të zbatu urdhën e Allahut, ti do të zbatos urdhën e Allahut. Me fjalë të tjera, unë do t'i bëj ibadet Zotit me therjen tane, e ti kimi bëj ibadet Zotit me durimin ndaj meje. A kuptove? Dhe kjo të ndërumë xhamat është tërbije konkrete, figurative, e prekshme se si muslimani duhet me e bind tjetrin që ajtë bindet për veprën që ka e ban. Jo diktohet. Që banë që ta? Se s'ki nevoj që ka menon ti. S'banët kështu. Atë moment që ka ti e ban dikan me diktat, momentin ti që ka vdes, shlonaj. Se ka tërbijaj. E se do këtë pun, e ki bo me zorë. Andaj, fisi i cili ka qenë në gadisun arabik, Benu Hanife, apo kur ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata zeqatën e ka dhënë me një farforce. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me sahabët e vet, me askerin e vet, kur e ka krijuar shtetin në Medinë, shumë prej fisëve ju kanë nështruar pitutës. Autoritet, sikur që njerëzve, apo ti se i fsitit apizorit api qefit. A thu, unë jam me një jetë mire baj kur nalla. Ja dhe një jetë mire me 50 euro, s'ka ma bet ati. Ti be shkak 50 euro e nalë. Se për ndryshe ne edhim, kur u banën qëto shka vëzitin ka 100 në orë minis qajirit, sot vëzitin 20 në orë. Mashallah të barak Allah. Kur u eduku ki, su ka eduku. Nuk u ka eduku. Ne ta hekin kamerën qërë qka banki. Ne ta hekin kamerën, apo. Por Allahu Gjellë Gjellë në të regonë Kur'an, Ibrahim e Sam nuk dashti qështu. Jo, tha, fendur ma dhe tëra. Ti a kime i boj badet Allahit me këtë durim, me këtë sabër. Të thanoj thikën qafë. E nga mërë a.s. kër e ka kriju shtetin, plot për njëzë ka thonë, o të shkiqare për jadhan se qatin këtina. Të shkiqare për jadhan se qatin këtina. Momentin që ka vdek, një fisi madh ka thonë, na zeqat nuk japim. Ja kena thonë, kër a konë Muhammed e Selam gjallë, tash nuk e japim. Ebu Bakr Siddiku qëfar ka ba? Ka thonë, jo kini me thonë. Dhe jo veç kaq, e ka zbatu këta fëndur madha tëra. Kanë luftu, i ka mujt Ebu Bekri, dhe tu luftu do kanë dek pianës tënë dhe pianës sahabeve. Edhe ka thonë u kri, u dërzum, jap me zeqat, rregull u kri. Ka thonë jo s'u kri, jo nuk u kri. Ha? Ka thonë nuk u kri deri sa të besoni se të vramë të juve janë xhenem dhe vramë të tonë xhenet. Ç'tu krijet? Fëndur madha tëra. A kjo punë bindje?
A kjo punë feje. E nuk ka, andaj të ndërrum gjallë, shiko, Ibrahim a.s. ka mujtë mi thonë, o Ismail, unë e kam urdhër me të pare, ti a gona, zgonë, unë e të lidhi, apo, urdhër e kam, të lidhi militar, Allah im ka thonë, apo, kini pa disa, kështu e manifestojnë verë, po të mungër me të resor, unë i thaj kejt, apo, du të me bin njerin, ti dush me bin, me dërën e vetë me nalë televizorin haram, me athi, po ti a thana e shkën e pleni tjetër, ti caja këtë i thot bërbe tjetër, apo, nuk të shkon, ti cigarën si ja thanë me zorë, sa i thot bëma një shtek tash, apo, për inati, tu të bindët zemra e njerit, që ti bën ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala, kur nuk bindët, aje pret momentin e, qfar, ikës, njerëzit i bindën pushteteve shkaku i qizmës, forcës, momentin shka bja i malkontat, e së largojo, këtë janë konë zullumqare, kështu më ra, por, qizmja, askeri, e bandë vetë, apo, Ibrahim a.s. s'ka do shkëtu, ka thonë fëndur madhët të ra, o Ismail dhe ti bani badet, edhe ti adhuroje Zotin, tu mu bind këtë urdhët Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe kështu të ndërum gjëma du të me qenë edukimi muslimanve, për veti mas pari, nda vetin e tëre, edhe në edukimin e fëmijëve, në edukimin e atë në shka e ki eduku. Qoftë buri me grujen, qoftë buri me fëmijën, qoftë nana me evladin, binde evladin, jo ku ti eshti, ti nesër ki me dek, ajle të vazhdoje me kani mirë, ti e merë evladin e qënë shkolla, po? E merë evladin e qënë shkolla, jam së rrugën, që pi që tu pi të shpia, që shkolla, pi të shpia, që shkolla. Edhe qka i thue, për ditë qka e qënë, që kjo, ti mësoj e udhën i thue, se unë nesër s'kam vakt me të pronohe, nesër vdes, ama ti vazhdo me shku shkolla, du të me mbjell të mirën të evladi, që aje dhe masis tjetë, ti aje me vazhdu dhe me të mira. Për këtë asyje shikoj Ibrahim a.s. Nuk deshte veç me zbartu urdhën, jo. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kur pa dalë luftën e Bedrit, edhe kishtin pas marrëveshjen që Medinasit me mbrojt pejgamberi sa veç Medinë, si dalin pi Medinës, nuk vlen marrëveshja. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mbledhi njerëzit dhe ju tha, eshiru alayya ayuha alqawm, o njerëz, kallzomni, çfarë doni me bë? U çu Abu Bekri, Omeri, ato ishin muhaxhir, jo. A patë më sa folli. Ata u çu njëri prej sahabëve të Medinas dhe tha, ja Rasulullah, për neve kia. Po, tha për juve kam. Se ju e dini marrëveshje që kena. Jashtë e Medinës s'kena bë marrëveshje me mbroj. A ka mujt me thon, po tash na mos ma kishini ju me milimetra këtu. Unë jam pejgamber. Jo. Marrëveshja është marrëveshje. Çka marrëveshja? Marrëveshja ka qenë. Pejgamberi sa më ka marrë besën fytyrë. Mbronin qytetin e Juve, ndërsa lufta e Bedrit ka ndodhur pak më anë. Edhe çfarë ka bëu pejgamberi alayhis salam? Ka thon, o ju njerëz, çka po thoni se tash jena jashtë kufive? Atari ka thonë Sa'd ibn Muadh radhiyallahu anhu, ka thonë ja Rasulullah, në të kena besu për pejgamber. Ço ku do më shkuë? Ço ku do shkon ai namastije? Ku do shkon? Nuk jena si bitë e Israilit, të cilët i kanë thonë Musa alayhis salam, idhhab anta wa rabbuka faqatila. Shko ti me Zotin tan lufton atë që to jena, apo sikur që ne na bësh është musliman, si bitë e Israilit. Shkoni ju s'lironi çfarë gjë ato vënë të muslimanë, nëse ne ku ti bani ju si Dubai na vina. Apo që shtu najna, e na ba musliman. Shko ti s'liro ma mua, shko ti qel ma mua, shko ti ban ma mua, mos anë në vive që gëzoj e ha havlën. Pos ban, s'ka mundësi qështu. Nuk shlirohet të ndërum gjema qështu. Sahabët nuk e kam ba qështu. Që e ka thonë pejgamberi sam, hin khut të hadhe l'bahar. Ka thonë si dush me hin deti, edhe provojnë edhe në deti me hije. Qush dush ti? Që kjo është besimin Allahu subhanahu wa ta'ala. Mirë po pse ka bo këta pejgamberi alayhis salam? Fëndur ma dhe tëra. Ka thonë këshire, ti çka mendon? Ti çfarë mendon? Pastaj i ka thonë Ismaili alayhis salam, qale ya abati. Çi ke shprehje të ndëruar xhamat? A ju kujtohet fillimin e ngjarjes Ibrahimit alayhis salam? Kush e përdori parë ya abati? O baba jam. O loçka babës. Kush e përdori parë? Ibrahim alayhis salam. Ya abati, babës vet kur të ya abati lima ta'budu. Ya abati lima ta'budu. Ya o baba jam. Andaj, qiko, qysh ke vepru me babën, ka me vepru e vladjot me tije. Ja e beti, thonë të Ibrahimi babës vetë pagan. Allahu tash, ja plotëson këtë. Ismaili thotë, ja e beti, o baba jam. Apo, të shpetoni Ibn Gjauzi, rahimahullahu ta'ala, një njare prej, njarive të njerëzve të zëtë ka ndodhë me mos respektimin e prinderve. Ka qenë njëri prej tëre, e ka torturu babën e vetë. E ka torturu. Një ditë për ditëve e merë, e ngrej zhak. Ka njerëzë që është të qërë ditën, e mërë e ngrej zhak.
Edhe kur e ngrejnë zvar, edhe shikoj të ndërmë xhamat. Kur mrin të një pik aty, i thot baba vet, nalu dërqetu, se tërqetu e kum ngrejnë në babën tem. Nalu, se tërqetu e kam bëhën e zullumin, mos ma qa maratona. Qish ki vepru me babën, ka me vepru me tije. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, se Jibrail alayhi salatu wassalam i ka thonë pejgamberit ton alayhi salatu wassalam, kema te dinu tu dan, qish i trajton ti tjerë kanë me trajtu tije. Ka thonë Ibn Qayyim al-Jawziyyi në komentin e këtij hadithi, kush moshiron e moshiron Allahi, kush sillet but me rob të Allahit, ka musil Allahu but me ta, kush sillet egër me rob të Allahut, ka musil Allahu ashpër me ta, kush i torturon njerëzit, do ta torturon azabi Allahit ditë të Kiametit. Andaj ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, kema te dinu tu dan, qish sillesh ti kanë musil me tije. Liç, qish u sill ka Ibrahim alayhi salam me babën e vet, ja abeti. Ja kthej Allahu subhanahu wa taala në gjuhën e djalit vet, ja abeti. Andaj në detaj, sjellja jote me babën tan ka mu të kthit e vladit. Në detaj, nimcina, qish ty ke sill ti, ka mu sill. Ti kujton se po habe se ki plakës marr vaj kur gjo. Ki me po çish ka me ta voti njëjtë. Apo, andaj kujdes, shumë kujdes ndërum xhamat, sepse nuk ka diçka në dunjë ose në ahiret që nuk kthehet çat do shka ti e ke vepruar. Andaj ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ka thënë Allahu xhelal, këto janë vepra të juve, unë ja kthej juve. Çish e ke bëu e merr. Çka ke mbjell, çata ke me kor. Thot Allahu subhanahu wa taala, tha Ismail alayhi salatu wassalam, qala ya abati. Tha o baba jam, if'al ma tu'mar. Bëje atë shka po urdhrohesh. Vini rejtë ndërun xhamat. Ibrahim a.s. Qysh i tha gjallit vet? Qysh i tha? A tha du të me të prej? Jo. A tha du të me të prej? Nuk i tha du të me të prej. Inni adha fil menam enni adhbahu. Unë në andër të kumpa të prej. Nuk i ka thënë hajde të pres, hajde të therë. Jo. Ka thonë në andër jam të pa të therë. Apo, dhe kjo është për metodave të ndërum xhamat më të mira të çfarë? Të realizimit planit kur e ban tjetrin me menue se që kjo është më e mira për ta. Edhe sot marketing e përdori menaxherë të ndryshëm, biznesmena, afarisa të ndryshëm. Apo i bën punëtorët me ndje, apo i bën punëtorët dhe këtu normal ka manovrime pastaj manipulime. I bën punëtorët me ndje se këtë kjo çka bëhet për gazdën, a më e mira për juve. Apo, si të punojna, unë e blej gëlejë. Ju punoni, unë e, por ju punoni. Apo, a më e mira që kjo, po ju e doni shefin e juve, a ka më të mirë se shefi juve, po që ju mi doni edhe pak më shumë zor, unë e blej dhe tjetër, apo kjo është manovër. A që shumë më e mira, kur te e ban njërin mundi se i mendimi joto, mendimi ti. Mendimi joto, mendimi tina. Shiko që i ka thonë, nuk ka thonë hajde të prej. Çka i ka thonë? Ka thonë po të sho. E ti që shpe menon? Me fjallë të tjera, unë si pejgamber, kur e shon në ëndër të prej, që shpi bje kjo? Kjo pi beqi, ti ta thujsh, prejo më bob. Prejem se ti e pejgamber e ëndra jote është, çfarë? Të ndërum xhamat, para mendo. E Hajeri, që shenin këtë punë? Hajeri është e stërvit për këtë mesele. E kalon midis vetë. Vetë e kalon. E ka në bind. Apo, para menoj një Hajer tjetër pitonave. Para menut që ta kuptosh. Në fund Allahu na ka thënë selamun ala Ibrahim, selami qoftë për Ibrahimin. Se kur kush të ne ban këta. A mund të para mendoj të ndërron xhamat ti më shku kryestanën më thon ka ardh urdhër sheriatik pi 7 djemve njënët me e prej. I merr letrat ti ban për bardovs minjar. Si e normal ti. O urdhër ka ardhur, çfarë urdhër? Hajerit vetëm në vlat. Vetëm në vlat. Në shkretin e ka rrit. Pa babe ka rrit se Ibrahimi s'ka nejt aty. Edhe a mund të para menu tash këtë skenë. Ibrahim alayhis salam nuk ka hiç, vjen pi gurbetit, tamam vjen, sa herë vjen kanë urdhër. Vjen pi gurbetit thot të kumpo në ëndër të prej. Po me fjalë të tjera, as kish bëra ëndër tjetër, a. Po na los të kumpo mirë. Unë i vogël. Jo. Çka të ndrum xhamat. Çka të shkojë ndërmend, çka ka mujt me thon se ka thon. Ka thon if'al ma tu'mar. Nuk i ka thon prejo. Jo. Po e ka kuptuar se kjo është urdhër hinor. S'ka thon prejo, mo baba si po ki qefti. Jo. Se s'është punë çif babi se baba se pret kurr. Se Mehmet për Ibrahim alayhis salam zemrën nuk ka kut. Jo rastisht kur i del pi zemët, tamam e nën thikën, Allahu thot, leje se sprat kjo. Na çata dashëm. Sa për mish, kur të venet e mishi mu pre, merë dashëm.
Na dashtëm këtë mishin këtu mrena me rregullohet. Kur të rregullohet ki mishi mrena, për mishin e jashtëm Allahu ka desh edhe dele sa dush. Desh edhe dele ka sa dush. Andaj shiko, pse i tha ifal ma tu'mar, veproja çka urdhrohesh, se Ismaili e kuptoi se kjo është ibadet ndaj Zotit, adhurim ndaj Zotit. Nuk është këtu punë qefi babës, po do më mprej. As nuk i tha idhbahli o idhbahni, preje mua, jo, tha ifal ma tu'mar. Pro jam i gatshëm ta duroj zbatimin e urdhit çish ka thënë Allahu xhelal xhelalu. Dhe jo veç kaq, për t'i dhënë kudret babës vet që mos të luhatë të hiç, çka i tha ifal. Apo, po shemon ka mujt të thon, po hani be baba ti, ha, masi ti e pik ose urdhër koka prejem. Jo, ifal. E ka realisht shiko, të ndërum xhamat. E vladi kur flet me babën, nuk flet me urdhër. Bëje. Ja. Pse ka përdor Ismaili këtu bëje? Pra se baba rane ko me nu thikën në vlad. Paramenoj të ndërum xhamat. Dhe paramenoj që ta kuptosh kur thot Allahu xhelal xhelaluhu, thot selamun ala Ibrahim, selam i qof për Ibrahimin. A mun e ban bëdi ku që këtë mu? Ha? A mun e ban? Vetëmin e vlad e kije. Mas shumë viteve pritje. Ha? Mas shumë vitjeve pritje. Edhe vend urdhë thot preje. Edhe këtu nuk ka kon hajgare. Ibrahim sa nuk e ka ditë që thika s'ka me prej. E ka nu thikën të prejse. Dhe Allah u duhet tellehu lil gjebin. Ja lakoj ftyrën. Ha? Dhe ka arta smetime se Ismaili ka thonë, o bab, mos më këshirë nësi, mëse me të kapi emocionin se në mpret. Mos më këshirë nësi. Ka thonë, lako ma ftyrën. Wa tellehu lil gjebin, ja ka këti ftyrën ka ana tjetër. Qfar? Që mos të shofe dhe ka morë thikën dhe ka sprej mirë që mos ka mundësi që me ikë. Dhe të ndërum gjëma, shiko, ka mujtë forma urdhit me ardhë ndryshme. Ka mujtë me thonë, gjuje pi kodrës aty. Ja, ose ndryshe. Japja që ati dhe një gjallatit në ta preje. Mësë të se, jo, ti ki me prej. Ta shifësh. Ka mujtë me thonë, mloj aftirën, mloj me qarshaf. Jo, shife. Ajo e pamje, këtu në zemër e dimo që ndodhë aty. Dhe po, ti shkoni a jep vaksinën e vladit tanë, ja njës me kajt, ti alo, ma shumë se a i kanë. Zemrat përblohet. Shkon ti me abo një intervenim dorë, ngishtë në dorë, apo më tonë, ti ma shumë kanë se e vladi. Apo, doktori që ditit ma shumë me ti, thot, ti ka, ti eshtë ashtë i vogli akia, ma e mërë thot mirë se në këput e krejtve. Ibrahim a.s. dhe sem të dërnullu, kitë të i ka përjetua, i bab, e vlad e ka. Allahu gjela ka sprovu shumë, s'ka sprov, andaj. Allah thot, selami qofë për Ibrahimin, selami qofë për Ibrahimin, se kur kanë në mësijaj se kënë sprovuhe. Kanë e ka sprovu Allah i mësë Ibrahimin. Thot i Ibn Qayyim el-Jauziyja, wallahi, me në pasur dhru Allah i mi prej vlad të tonë, të cilët Allah i na i ka dhanë, runa Zot na kishtë dalë kufri për zemre. Kishmi muhu. Ja, Zot, ketë ama jo. Na ishmin haq, edhe agjilerët e tonë, o agji, lejme cigarën, ketë o gjotë dhe këtë cigarën së në la. Gjuhive me gjithë gurin të shejtani, ja cigarën dhe këtë së në la. Cigarën së në la. Mi thanë prej e vladin, prej e vladin. Qfar e vladin? E vladin, në përshit e vlad. Ibrahim e sëram, shiko s'provu të ndërum gjëma. S'provu, edhe njani për neve, sot, Allah me ndonë që o i sprovum. Edhe i sheti ato statusat vazhdimisht, o i sprovuar dora. Që ka i sprovu, vëlla? Që i sprovu, vëlla? Që ta ka vanu makiatona, që të ka fol dikusha. A e kupton me qëfar të lasdru me kena? O i sprovuar, Allah i sprovon ato shka i do, Allah u gjelua është me tije. E pse më kanë me tije? Qka ki bati që më kanë me tije? Pse veç ka banëm na që më kanë Zotin me neve? Qka banëm na që veç i përcjellna sprovat e tjera në Facebook, a veç e kjo e sprova? Allah i na falë, ja Rabbal Alamin. Mirë po, nuk du të mu lasdru, nuk du të mu lasdru, mi huazus ajetet e sprovës, ajetet e mbrojtjes, që këto janë për neve. Pse janë për neve? Që këna bona për më kanë për neve? Andaj shikoj, i tha Ibrahim a.s. I tha Ismaili a.s. babës vet Ibrahimin, if'al ma tu'mar. Zbatoje urdhrin. Pse i tha zbatoje urdhrin? Që t'i jape kudret dhe kuvet babës vet se jam i gatshëm në nivelin e gatishmërisë më të lartë, sa që realisht nuk guxonaj me fol me babën qështu, po që ka thonë, zbato baba jam, zbato se, pra, hiq mos të hinje dilema se unë e kam e bo sabër. Pastaj, qëfar ka bo? Ka thonë, se te gjiduni insha Allahu minës sabirin. S'ka thonë, unë jam i fort, apo? Ja, o dijet në farë kabile jena, apo? Na nuk shlojna pej let. Ja, na
bab e babgjysh, po, bab e babgjysh, ka mujtë shumë me thonë. Po, në hena, qështu jena, në gjithmonë në kanë të fort. Po, me neve së në bana i gare. Ja, asja. Se te gjithuni, inshallah. Që do Allahi, inshallah. Që do Allahi, kime më gjithë sa mërlin. Që do Allahi. Shiko, se te gjithuni, në midis, inshallah, minë sabirin. Realisht fjallia se ndërtohet. Se te gjithuni, minë sabirine, inshallah. Ama që ka thonë? Ka thonë kime më gjithë nëse do Allah. Pra, dëshira jeme është e vartë, sabri jeme është i vartë për dëshirën e Allahu. Që do aj, e baj. Që s'do aj, ka me hik. Apo, ka me hik. Qysh zinjët sot të ndërum gjemat 7 vjetë me nalë, djali me e prej. Apo, sa e kajt me e ishbohe. Robloxin me anal mitët të kajt, Sonin me anal mitët të kajt. Apo, teshat mos me javle që ishdojt mitët, patikat mos me javle që ishdojt mitët të kajt. Po mi thonë të pres, që ko farë debati ka bo, që farë debati nivellit matë nalë të mundë shumë. Që i ka thonë se te gjithuni insha Allahu minës sabirin. Ana të mësohemi të ndërum gjëman nga këngjarje, që forcat tona, krahët e tona, kapacitetet tona, kur gjo nuk janë. Pa dash Zoti, pa dash Allahu. Wallahi asni dit të gjërim se në kështë e bëhe. Ta kishë mërë Allahu menjen, ta kishë bëhe Allahu dë një epsh, ta kishë bëhe Allahu gjela dë një manovër menjen. 6 miliard njerëz nuk janë musliman. O ati ka intelektual, ka të meqen, ka kapacitet. A i shqipni kapacitetit qëfar i kanë? A i shqipni farë kapacitetet kanë? Ka kapacitetet ta shkrim një qytet, ta shkrim një shtet, shkrum të banë. As ti njeri se gjenë ati. Ama, sa musliman? Ajo që ka e ban njerin të ndërum gjemat me ditë begatin e Zotit është qëfar? Se kapacitetet tua nuk vlenë heq. Insha Allah, ka thonë veç Allah i si doje, shpruve madhe. Andaj mësë mbështet në forcën tane se t'le forca. Mësë vërzet forcën tane. Ka qenë një poet që ka përmen Imam Ibn Kathiri dhe Imam Ibn Qayyim al-Jauziyje. Ka qenë poet dhe ka shkujt poezi. E ka posë emnin Semnun. Dhe ka me të shembull, mësë bani si Semnuni. Dhe ka fillu me shkujt poezi. I poziti ka shkujt si ilahijat e sotshme. E du Allahin apo. A i qatit kënon ilahija, qani se fal namaz, se ka problem. Se ishte euro të gjep, hajde. A u knaqët po, hajde, shkore ka shpija. Kjo nuk ka din. Dina që të shka, krejt komplet. Që ka po, ki ka shkujt poezi. Dhe një të pyetitve, jo rrima e ki po, shkon rrima, të qështë të qoj shkon. Edhe ju ka përshtat një poezi ka thonë, dhe o Zot, me qka dush s'provom, unë e duhet ti edhe bajsabër. A më kjo fjale madhe, kur ti dush Allah, me qka dush s'provom. Edhe Allahu subhanahu wa ta'ala s'provon. Me qka s'provon? Jo kësi s'provon, se kjo këtë mitë kej. Që ka s'provu? Ja ka nalë dalë mën jashtë, sën ka urinue. Uju ka pi, jashtë sën ka dalë. Uju ka pi, jashtë sën ka dalë. Një dit, 2 dit, 3 dit. A e kini pa njeri kur ka zahmet. Apo, këcen. Ka fillu me këcina për qytet. Ka fillu me këci dhe ka thonë, unë jam Semnuni rracak. Kam thonë Allah s'provon me qka dush, ma nali urinën, do me mdo shpirti. Shpirtit del, të ndërëm gjëma. Shpirtit del, apo, ka shkue në gjami, i ka po fmit të mësue, ka thonë, ju s'kini gjunahe, s'kini të mësu Kur'an, lutë në Allahin për agjën e juve rëna cak të mliroje për kësa sprove. Ta qënë Allah, ti se di qëfar sprove qënë, apo, këni patë na do, i paramenojnë sprovat, kur të ma qoje që shtonë, unë e buri madhja, unë e bëjt sabër, apo, kusht ta ti që ka me sprovu Allah, ka menon ti. Kusht ta ti e, apo, këtë sprovat i menojnë zakon i gjashtit, në burg, kur të morin muone për lana me ta, jo, qëtër ka me sprovu e. Bash qane ka ki menon se sprovon, nuk sprovon, qëtër ka me sprovu e. Nuk vën sprova, ti me dit ka të vën sprova, ti e në maskën. Mbrosh. Gjithmonë sprova vjen, që ka thënë e Buhanifja. Kitë sirete që ka i ki menu, ka që traun. Kitë planë që ka i ki bati, thu, po vesh që këne se prita, po për qanela, për qanë qysh menove. Ti me e dit diagnozën, ti e dit dhe ilaqin, po ta qënë sprovën ka, që me ta testu imani. Që ka tha Ibrahim a.s. I tha babës vet Ibrahimit, Ismail a.s. Tha kime më gjetë, insha Allahu, minës sabirin. Vini rejtë të ndërëm gjëma tash. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, Falemma aslama wa tellahu lil gjebin. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, kur u dërzuan të dit, aslama, qka janë? U banën musliman. Kur ta boje qabën, kur ta ndërtoje qabën, qëfar doaje ka me ba? Rabbana wa gjaalna muslimejni lek. O Allah, banët dineve musliman. Po jo, ka në farës prove këni kalu. Ani, Allah do të mu ba musliman.
Allah do të më bëj musliman. Vazhdimisht do të më bëj musliman. Vazhdimisht do të më rrit islamin ton. Rabbana waj'alna muslimin lek. O Allah na ban neve di musliman wa min dhurriyyatina. Edhe evladët ton bani muslim, ummatan muslimatan lek. Ummat musliman I cili të dorëzohet tyje. Thot Allahu subhanahu wa taala, falamma aslama. A mund të para nuk e skejnë të ndërum gjëma. E ka morë baba Ibrahim a.s. Tjallin e vetë Ismail a.s. E ka vënu në cung. E ka prej shpatën, e kam prej mirë. Ha? Dhe po e vendos veç momentit të ndërum. A nuk dridhët dora, a nuk qlën zemra, a qlën kama, a qlën shpirti. Për kanë e vladin me prej, e vradin me prej. Thotë Allahu gjela, shko këtë ajet, falemma aslama, tu dy të dërzu. Ki u dërzu në dorë, ki u dërzu e nëj kryen. Veç skena tu të ndërum gjëma. Veç skena është të dhimshme, është plot emocione. Thotë Allahu gjele gjelalu, wa tellehu lil gjebin. Dhe e mor, wa tellehu lil gjebin, e shtrini për tokë. Emocioni madhë ka qenë për Ibrahim a.s. Thot Ibn Abbasi radhiyallahu an, adja'ahu ala jabinihi ala al-ard wal jihata bayna al-jabinayn. Thot qalu fa qala lahu ibnuhu alladhi arada dhabha ya abati ushtut ribati hatta la attarib. E ka vendos dhe ja ka largue ftyrën mos t'ja shofe. I ka thënë thot Ibn Abbasi, i ka thënë djali vet, ka thënë o baba jam, ushtut ribati, kapëm mirë, se jo, du të me të prej mirë. E du të prej, ka mundësi të kapë emocione. Kapëm mirë, ka thonë, shtrëngojëm mirë. Këni ba kur I prejnë këta kafshët, apo, e lidhin mirë bikun, e lidhin mirë lopën, dhe aj, do më thonë, aj e menon, unë da shok krinë e hekt. Ka thonë, ush du të ribati, ma jëm mirë, që mës të të hiki, që ka mundësi më dhem, hiki, ka thonë, ush du të ribati. Hatta le attarib, mos lëvizi shumë. Wakfuf anni thiyabaka hatta la yantadih alayha min dami shay fayanqusu ajri wa tarahu ummi fatahzan. Ka thot Ibn Abbasi, I ka thon Ismaili alayhis salam, ka thon o bab, ruju mirë petkat daj, çoma kokën kur të prehet gjaki mos dale ka teshat e tua, që të përlihet gjaki e tesha me gjak, e të na humbësh problemi edhe jemi, edhe joti, e ta shenë na jeme mërzitët shumë. Ta shenë na jeme e mërzitët shumë. Thot Ibn Abbasi, I ka thanë, washhudh shafratek, ka thanë preje mirë këtë shpatë dhe këtë thikë, që të godit e mirë. Wa asri' marra sakini ala halqi li yakuna ahwana alay, ka thanë dhe si të munësh sa ma shpejt gjuje, ka thanë që ma let ka përcej. Pra, letjet e shpejt, që të kaloj e ma shpejt. Fa innal maut e shedid, se vdekja është e ranë. Kush për flet? Lidja është atë vjeqar, Ismail a.s. O idha atejte ummi faqra a.s. minni, ka thonë ku qëkështë të nëna jeme që I selam. Bani selam, nanës teme. Wa in raejte en të rudda kamisi ala ummi fefal, ka thonë si të mund është me e morë këmishën teme mas vdekës me atë nanës teme, I japja, leta maja për kujtim. Fa innehu asa e jekune esla laha anni, ka thonë është a kjo pak ja hek mërzien e therjes time. Fa kale lehu Ibrahimu a.s. Ni'mal aunu ente jabni ala emrillah. Ka thonë ja buneje, ka thonë o djali jem, sa djal për krahës I jenë urdhën e Allah. Ja ka letur rrugën krejt. Thot Ibn Abbasi, fa fa'ala Ibrahimu ma amura bihi ibnuhu, thumma aqbala alayhi fa qabbalahu wa qad rabatahu wa huwa yabki. Thot e ka kap baba vet Ibrahim alayhis salam, e ka shtrije, çështë që ka thënë djali vet, thot e ka puth edhe ka tentu me prej. Falamma aslama wa tallahu li jabin, ka filluar me prej, thot wa wada'a as-sikinu ala halqi thumma falam tuhak as-sikin. Thot ka tentu me prej. Thot Ibn Abbasi radhiyallahu an, mirë po thot thika nuk prejke. Pas tentimeve të shumta që I bën Ibrahim alayhis salam, thot Allahu xhalla xhelalu në vazhdim, thot wa tallahu lil jabini wa nadaynahu. E thirëm se skena shumë e madhe në rrumë, emocioni maje, shpirti do me dal njeri.
Kur e ka pastru mo qatë si ka met në zemrën e vetë kur gjamo ju ka bo, e tash ju ka bo Khalilullah, i dashmi Allah. Ka thënë Allahu Gjellë Gjellalu, wa nadejnahu ja Ibrahim, e thirëm na, shpejt thirë qilat të ndërum gjema, po sprova njeri duket e gjatë, e thirëm na, o Ibrahim, ka të saddaq të rruja, e kryte urdrin, edhe qfar urdrin, a ka mundësin dunja me kryti ku që këtë urdrin ndërum gjema, veç a i shka ka e vlad e di, beqart nuk e din, ata shka s'kan e vlad, vetit martum që kan e vlad, apo, dhe ata që janë njerëzit tamam, që kanë zemra, se ka dikush e ka një vlad që ti e ka lanë, jo, ki ka dasht, e ki ka bo Allah, rabbi hebli, o Allah jepë me vlad, ki ka lut, vazhdimisht Allah u që ti jepë me vlad, dhe paramenos pasaj gjitha saj pritjes, qatë njëtin me e therë, thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, ka të saddaq të rruja, inna këdhalike në gjzil muhsinin, ka thonë ne kështu ish problem, bamirësit, ku është problemi të ndërrumë gjëma? Ku është problemi? Shpërblimi në akhirat. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, inna hadha lahu al bala'ul mubin. Shikot të ndërrumë gjëma? Ka thonë kjo bela e madhe, Allah i po thotë kjo bela e madhe. Para më të ndërrumë gjëma të kështu. Kur thot dikush i vogël, më ka dhimbë shumë. Ti thu tamam, ke i vogël, pa dhe trupin e ka të vogël, i ka dhimbë, sa i ka dhimbë. E ki po kur dhe njën i forta, thot, më ka dhimbë shumë. Tu të i madhë, ka dhimbë, valla shpirtë, thot, këtë të manzirë. Apo, kjo tash nuk ka i vogël me thonë, që ka me të dhimbë, ama kjo kur thoi i madhi, sa ma i madhë është aj që ka po thot, ajo ma e madhë o belaja. Këtu, sa të thonë Ibrahimi, shumë bela e madhe ke kjo. Rabbul Alemina të thanë, inna hadha lahu al bala, që kjo e bela, që kjo është provë, e jo është provat e tona me të cilët na kemi mësuar me u lasdru për para njerëzve dhe për para Zotit Gjellë Gjellalu. Inna hadha lahu al bala'ul mubin, kjo është bela e qartë, kjo e dan imanin bi kufrit, kjo e dan pejgamberin për njerëzve të thjesht. Thot Allahu Gjellë Gjellalu, wa fadaynahu bi dhibhin adhim, dhe ja dham një dash të madh. Dhe për ati dashit, kur mo Zoti se ka sprovu e dikan me ke sprovu, ka qenë veç për këtë, veç për Ibrahim a.s. dhe Ismail a.s. Pse me dash? Pra kur jemi të mishi, ta që të më therë mishi, nuk therat mishi njerit. Zoti nuk ka pas qëllimin me prej Ismailin, po ka pas qëllim që të bëhet këtë kjo skenë e zemra Ibrahimit a.s. të zbrazët nga çdo dashuri përveç Allahut, dhe Ismail a.s. të tregoje vetën e vetë se është pejgamber i madh i Zotit Gjellë Gjellalu, prej nipave të tij do të vjen Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu Gjellë Gjellalu, wa tarakna alayhi fil akhirin, salamun ala Ibrahim. Thot Allahu Gjellë Gjellalu, ne kemi lanë Ibrahimin këtë dunjaja me e përmen. Ti veç kur e menon, çështu shumë e thjeshtë menon. Ibrahim e ka prej djalin ti amun e pret. Çka thu? Selam e qof për Ibrahimin, s'muj me bëkta. Allah thot, këtë dunja i sa kemi bëhe, mi qu selam Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Thot Allahu Gjellë Gjellaluhu, thot selamun ala Ibrahime kedhalike nejzi l-muhsinin. Dërë, ka thonë, kështu ne ish problem bamirësit, innehu min ibadin al-mu'minin. Ibrahimi ka qenë prej robëve ton besimtar, prej robëve ton që i ka besu Allahu subhanahu wa ta'ala, wa beshërnahu bi Ishaq. Pastaj e përgëzua me Ishaq. Në të shohim si ka ardhur shpallja për Ishaqin alayhi salatu wassalam, nabiyan min as-salihin. Edhe ky ka qenë pejgamber për njerëzve të mirë. Wa barakna alayhi, i dham bereqet Ibrahimit, wa ala Ishaq, edhe Ishaqit i kemi dham bereqet, wa min dhurriyyatihima, dhe për këtyre dy pejgamberve, thot Allahu Gjellë Gjellaluhu, muhsinun, kemi njerëzit mirë shumë, wa zalimun li nafsihi mubin, edhe prej tyre ka pasë se dhe ti kanë bë zullum vetës e tyre shumë. Për mësimet të ndërum gjëmat, nga se këtë ngjarje do ta kalojmë, nga se kemi ngjarje të tjera. Për mësimet që kanë dhënë dietarët në këtë kontekst, cila është ndërum gjëmat, është shiko, belaja këtu është përmendur vetëm 2 ajete. Cila është falamma balaga ma'ahu sa'i, edhe falamma aslama. 2 ajete e kanë përmendur belajan. 10 ajete mirësinë, lirimin, çlirimin, shkarkimin e kështu me radhë. Për të na mësuar Zoti Gjellë Gjellalu nisën.
Belaja është shkurt, mirësia e gjatë. Gripi një javë, a ishtë nosh? A vola që 2-3 vjetë s'kam pas. 2-3 vjetë. 60 vjetë shnet, disa ditë smuje. Belaja është shkurt. Andaj edhe në ajete ka ardhur 2 ajete belaja, pastaj këta ajete tjera që dhe wana dhe ilahu deri në fund të shpërblimit. Mësimë të ndërum xhamat. Belaja pak zgjat. Dhe këta duhet me morim mësim për Allahu subhanahu wa taala. Mos ta zgjasim na belajën. Dhe na të kundërtën shpesh ara bajna. A e keni pa kur dojna mu ankue? Kur dojna mu ankue? Një smuje me pas, një dhimbë me pas, një bela me pas, let, edhe na vet dikush, a e ki pa që i kallzojna detaj. Qështuaj, i kallzojna detaj, apo? A për të mirat, elhamdulillah, shkurt i bina. Musliman të parë të kundërtën e kanë pas. Belajën e ka pas shkurt. Kanë shku njerëzit i kanë thënë Imam Ahmedit, masi ka dalë pi burgit. Apo se njerëzit janë kurështar, çka ndodhi, çish të morën, çish lal, e kështu me radhë. Çka i tha Imam Ahmedi? I thonë çish kalove? Thonë nahnu fi afia. Mirën alhamdulillah. Edhe njëri insistoni o Imam thot, ka dhona me pak, ka dhona çka ka bë. Atë kanë rreja, e njerëzit e ke bë, lipin detaj. Nuk thotë alhamdulillah që ka shpëtu, u ka kthit të shtëpia, çka ka dhona tash ti neve, apo? Çka i thonë Imam Ahmedi? Alhamdulillah, nahnu fi afia. Na jena mirë. Na jena mirë. Çka tha në fund? Njani për juve nuk dorëzohet deri sa ta thojna çka s'dojna. Çka ajo çka s'dojna? Valla kur më kam shut pa në herë. E kur më shtenë atë në qeli. Apo, u s'pu du me përmen këta. E di zoti madh xhelle xhelalu. Njëri së rripa e përmen. E bo, belane vet e shtrirë. E tjera pa ta hek shumë. Pa ta hek shumë po edhe ka të mirat. Andaj shiko, merr nga ky mësim që kur të ka do një bela, beri shko pa të sprovu po kaloj. Alhamdulillah, pa të një grip ka përcaj. Ama alhamdulillah, shtetën e ka ma shumë. Për këtë arsye të ndërum xhamat. Kjo na mëson neve çfarë? Se belaja zgjat edhe në jetën, 2 ajete janë bela, 10 ajete janë shpërblim. Qështu edhe jeta të ndërum xhamat. Shiko, Ramazani shkoj. I miri është ka sa xherua. I miri është ka fal. Shkoj. Shko, kur hiki? Ayama ma'dudat, ditë të numëruara. Apo çfarë ndjenje kishe pas sot me paston ti si ka mëxheru 20 ditë? Shpirti duke shkallë. Të më thonë, ai çka ka gjurë thotë, "Çe u kri?" Ja është puni ka më duk kula bajram. Andaj të ndërrun një shiko dhe jeta është ashtu. Nëse nuk e mush me vepra të mira, veç ku ta shihsh veten, pa na melekul mautit. Allah na mundsot me dal me iman ya rabbal alamin. Këtu të ndërrun xhamat ka dhe shumë rëndësimeve, por koha na ka mbaruar. Andaj po përfundojna kaq për të vazhduar pasaj me lein Allahu te bareke ve teala për pjesën tjetër të rrëfimit të Ibrahimit alayhis salam. Elusim Zotin e Madh xhelal xhelal që Allahu subhanahu wa taala na mëson që ta ndjekim Kur'anin, të mësojmë nga Kur'ani, të ndriçojmë me Kur'an. Elusim Zotin e Madh xhelal xhelal që Allahu ajrimet tona të bën qabul, veprat tona të mira të bën qabul, gjunat tona të ishlyhen. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.